Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që jeni duke na ndjekur. Mirëmëngjes, Jemi drejt së drejti në rrezën tonë në kuzhinë. Jemi në hapësirën tonë të preferuar dhe tuajën gjithashtu për të gatuar. Edhe këtu, edhe. Kemi tava kemi receta plot produkte që janë të stinës mbi të gjitha. Dhe po ashtu na garantojnë, na sigurojnë ato vaktet tona të shëndetshme dhe të shkurtra dhe të shpejta. Pjeshta të shpejta, të pra pashtu shëndetshme. Kemi sot, të shkurtra fare receta. Shkurtra. Me 2-3 përbërës Kam kryesor. lindur tetanike faktikisht. Kam lindur, tetanike jo. Edhe gjithçka e bëj të shpejt. Gjithçka? Gjithçka. Okej. Gjithçka. Pa përjashtuar asnjë gjë. Okej. Do më për velulin. Se shoh që do më për velulin. Sa është kjo receta e sot? Me sa zgjat? Sa minuta Sa kemi në zgjat? kohë? Heqim para përgatitjen. Që janë të zëna Heqim para fare. përgatitjen. Para përgatitja kërkon e gjitha mund të kërkoj 10 minuta. E gjitha me rende me gjithçka. Çfarë është kjo recetë? Furën e kemi të ndezur që kërkon 1 minutë. Ko, pra 10, 11, 30, 45 minuta të shkon e gjitha. Në total. E çfarë është kjo recetë? Ta prezantoj pak me produktet e veta. Dëgjoj. Të më çeket me kungullin. Po kur thoni janë nga ato recetat 5 minuta, e pa jo është kokra e gënjeshtrës, se vetëm receta 5 minuta ne nuk kemi. Në një sallatë, në një Jo, gjatë, ose kur të 5 them minuta. o Albana, hajde, them unë. Vetëm 5 minuta erdha them. Ja, kjo. Vetëm 5 minuta që zgjat. Vetëm 5 minuta më pritet dhe unë erdha. Mirë, po do na tregosh çfarë është? Do të tregoj që është një role. Role. Një role në tavë me kunguj, karrota, vezë, kos, miell, kryp, piper, speci kuq, i thash të gjitha. Kosin i thash, vezët i thash. Po, vezët i thash, po, gjitha. 3 vezë, sa duhen? 3 vezë. Vaj pakos fare sa për lubrifikim. Dhe më pas jemi për gatim. Gati për ta pjekur. Vetëm mos vëmë konkurrencë për. Jo, unë kam një mendim të filloj të gatuaj. Pra, përbërësit edhe një herë, tham një kungulleshk, një karot, jo e mira me edhe unë bejte. Për shtas rimat, më pëlqen. Kosin erzeni. Kemi zë këtë kosin me 2.8% yndyrë. Nuk duhet jemi drastik në yndyrën. Duhet dhe yndyra e bulmetit, në shëndetin tonë, në gatimet tona. 3 kokra vezë, miell. Nëse i keni të shkruara regjia mund t'i paraqisni për anvisat, dhe erëzat e ndryshme, piper i kuq, piper i zi, kripën për të rregulluar shijen, krem djathi për do ta mbështjellim këto, ta mbushim. Po të duam, pastaj kjo mbushja është opsionale dhe çfarë të duam ne. Okej. Pra që mund të mbushet kjo roleja, pastaj me sallata jeshile, me majdanoz, domate, djath, krem djathi, për ta bërë ashtu të dukshme bukur. Përbërësit i kemi në tryez të gjitha, edhe sallatën edhe domatet. Djath, krem djathi pa ashtu kemi dhe fillojmë nga puna. Aman mi zoje. Ku e ke blek të fuston? Aman mi zoje. Ja rëtulloj herë. Edhe po u rëtullova pikër miell i gjithandej. Bese pas ke pa ka ish. Qa ishte ajo a ish? Ka ish. Ka ish është rriti mesit. Zoja sot është në më të mirën e mundshme. Të fshej mesi. Në më të mirën e mundshme. Dhe fillojmë të mgjallën kungulleshkat, shiko sot. Kombinohem. Shtoj vezët, një e nga një. Energjie që marr nga gatimet e tua. Përshtas veshjet me produktet që ti sjell për të gatuar. E fillojmë me vezët tani, që ti tregojmë hapat njëra pas tjetrës. 3 vezë për t'i shpërbër. Një raje të mirë, aq sa ua marri vend. Me vezët e fillojmë, do vazhdojmë pastaj me përbërësit e tjerë që janë në afërsisht në trajtën e vezëve, përlëngëtat, pra siç është kosi. Shtoj pakës piper. Piper të zi, piper të kuq. Masën e kripës. A e keni vënë re në receta? Marrim kungullin, e grim në rende, e shtrydhim. Po përse do ta shtrydhim? Unë, a do të shtoj kos?
Atëherë përse më duhet mua kjo masë? Duhet sepse është e gjithë esenca e çdo perime, e çdo fruti ku është? Te lagu është. Atëherë nuk e bëj këtë veprim. E jo me telmë, me telë mora mund vezës. Tani filloj dhe karotat. Janë të grira në rende, janë të holla të imta. Duan shumë pak për t'u gatuar. Folëm edhe dje për karotën dhe treguam mënyrat më të mira për të përthithur elementet, siç ishin avulli, pjekja, shumë mirë përfshirë në gatime. Por, ne përshtatemi me anvisat. Po. Sepse shumë mirë këtë e kalon. Ma avull bëtë shumë. Janë dhe ato opcionet në furrë që kanë dhe avullin. Tani është rrata e miellit. E miellit. 2 lugë, unë këtu kam më tepër. Pra me vezët fillimisht, shtuam kosin, ungulleshkat e grira imët dhe karotat e grira imët dhe mielin. E shihni dhe me sy 2 lugë, 3 lugë miell të plota për t'i bashkuar produktet në njëra tjetrën. Kripën është shumë në rregull. Dhe të gjitha, i largoj. Po, e gjithë kjo do të përfundoj në tavë, në të cilën kemi shtruar këtë letrën e pjekjes. Ne do ta pjekim, më pas do t'japim atë formën e roles, do ta mbështjellim, por paraprakisht do ta mbushim. Dhe mbushjet janë sipas dëshirave tona. Sipas dëshirës. Shtoj. Se është një gjë që i përmbledh gjithçka, edhe perimet aty, edhe proteinat vezët, edhe pak miell. Që është shumë e mirë për ata që marrin ushqimin me vete, për një mëngjes në familje, për bukën në shkollës. Ka goxha mënyra dhe alternativa që pse duhet ta gatuajmë këtë recetë. Në yndyrën ja kemi shtuar, që do të thotë nuk do t'jetë e thatë, do t'jetë e butë pas pjekjes, në temperaturë gati 200 gradë, edhe si funksionon furra juaj, ja shifeni tani. Pas pjekjes do t'jetë i njëjti rezultat, po një ngjyrë e kuqeremt. Dhe pasi të ftohet, ne do ta mbushim gjithmonë ku t'jetë ftohur. E marr e vendos në furrë. E heq direkt sa është e nxehtë që unë të kem mundësinë ta bëj role. Të mbështillet, po. Normalisht, më pas, filloj me bëj mbushjen. Unë e marr me dashurinë më të madhe. Më pas e bëj mbushjen, sepse duke qenë se do jetë me avujt e furrës, me avujt e ngrohtë të furrës, do të na nxjeshë sallata. Por ne do ta presim, do ta ftojmë dhe e tregojmë hap pas hapi më pas këtë pjesën e mbushjes. I përmbledhim edhe një herë të gjitha përbërësit, të gjithë produktet që na u deshëm për rolen ton, rolen me kungulleshka dhe me karota. Një kungull, një karot të grira në rende, 3 kokra vezë, 2 lugë kos, 2 lugë miell, 1 lugë piper i kuq, kri piper i zi dhe susam apo fara. Dhe mbushja do të jetë me krem djathi, sallatë jeshile, majdanoz, domate, djath, elementë të cilët i kemi të gjithë përbërës që i kemi në shtëpi. Dhe mbushjet pastaj dihet që janë individuale, dikush e do një shije më të fortë, dikush e do më kremoze, dikush e do më të mbushur me jeshillëqe, e të tjera si këto. Mirë, këtu kemi përfunduar me recetën tonë të parë.